Shqipëria do të përballet në datën 7 qershor kundër Serbisë, një ndeshje e madhe, një atmosferë e ndezur për derbin e Ballkanit, ku qezin do të ndeshen kundër serbëve dhe interesi është i madh për të parë se si do të luajë kombëtarja jon ndaj rivalëve tan të përjetshëm. Të gjithë thonë se duhet diçka ndryshe që kjo Shqipëri të arrijë suksesin, diçka ndryshe për të mundur Serbinë, diçka ndryshe për të shkuar në botëror. Cila do të jetë ajo? Me siguri që Silvinjo ka kohë që e mendon një kurth apo befasi për kundërshtarin e tij, larg formacionit të tij të zakonshëm, për mënyrën se si jemi mësuar që të shohim kombëtaren ton. Me shumë gjasa, Shqipëria do të ketë një tank përpara mbrojtjes. Arlinda Jeti mund të jetë surpriza e madhe e Silvinjos. Surprizë për faktin se nuk do të përdoret si qendërmbrojtës, atje ku do të rikthehet Ardian Ismaili. Dhe me shumë mundësi, kjo do të rezultonte një gjetje ideale për një arsye shumë të thjeshtë. Arlinda Jeti është futbollisti ideal për të shkatëruar aksionet kundërshtare dhe me fizikun e tij do të shtrinë në tokë në shumë duele futbollistët serb. Është një bishë e pakalueshme, e ka treguar në gjithë këto vite me kombëtaren. Nga ana tjetër, Arlindi ka një cilësi që shumë pak e kanë vënë re, mbajtjen e topit, dhe për t'i mbyllur gojën të gjithëve që mund të dyshojnë në aftësitë e Arlinda Jetit, na vjen në ndihmë ndeshja Angli-Shqipëri. Po flasim për aftësitë e zotërimit të topit. Në atë ndeshje, Ajeti ishte i vetmi që mori rolin e regjisorit nga prapavia, duke pasur siguri të madhe në mbajtjen e topit dhe njëkohësisht në daljet e tij nga mbrojtja me top, për të shmangur edhe lojtarët e Anglisë, që janë shumë më të mirë në cilësi se sa lojtarët e Serbisë. Një dëshmi e madhe për të kuptuar se Ajeti si mesfushor shkatërues nuk do të ishte thjesht një eksperiment, por një goditje e madhe që do të befasonte serbët dhe njëkohësisht do t'i jepte fitoren Shqipërisë kundër Serbisë. Arlinda Jeti mund të zinë në vendin e Ylber Ramadanit, duke pasur në krah Krisan Aslanin, ndërsa nga ana tjetër Qazim Laçi të kishte rolin e tij të zakonshëm, të një mesfushori më shumë të avancuar, i cili sulmon hapësirën në mbrojtjen kundërshtare dhe në ndeshjen Shqipëri-Kroaci në Europianin e Gjermanisë. Qazim Laçi arriti të shënojë një gol të tillë duke dërguar Shqipërinë në avantazh kundër Kroacisë. Kështu nuk do të ishte edhe aq shumë jo reale skenari që pas Kroacisë Qazim Laçi të arritë të shënojë edhe kundër Serbisë. Ndërkohë sa i përket sulmit, Yasir Hasani duket i paprekshëm në vendin e tij për të kërcënuar Serbinë me goditjet nga distanca. Ndërkohë sa i përket Armando Brojës, sulmuesi i Chelsea-t, pritet që të jetë pyka e vetme e Shqipërisë për të mbalur nën presion dhe për të kërcënuar gjithmonë mbrojtjen e Serbisë.